Imagjinoni pak të sken. Brenda një kompanie teknologjike, një akuzë tejet e rënd po kërcënon karrierën e dikujt dhe ka shkaktuar një kaos të vërtet. Por a është kjo që po thuhet edhe ajo që ka ndodhur vërtet? Le të zbulojmë bashkë se çfarë fshihet pas kësaj akuze shpërthyese dhe si paragjykimet tona, nganjëherë, mund të na bëjnë të shohim gjëra që nuk ekzistojnë. Gjithçka fillon në Teknova, një kompani ku një ankesë në dukje thjesht do të shndërrohet në një stuhi të vërtet. Kjo do të vënë në lëvizje një hetim të brendshëm që do të zbulojë shumë më tepër se sa thjesht një konflikt mes kolegësh. Dhe ja ku e kemi, kjo është shkëndija që ndezi gjithçka, një akuzë drejt për drejt, jashtëzakonisht e rëndë e bërë nga një punonjës i quajtur Mateo. Këto janë fjalë që asnjë kompani nuk mund t'i injorojë dhe që kërkojnë një përgjigje të menjëhershme. Në zemër të këtij konflikti kemi dy personalitete që janë si ujë dhe vaj. Nga njëra anë është Elsa, super e shpejtë, drejt për drejt dhe perfeksioniste. Kur flet pa dorashka. Nga anda tjetër kemi Mateon, një programues shumë i zoti, por tejet i ndjeshëm ndaj kritikave, sidomos kur thuhen me ton të fortë. Pra përplasja e stileve të tyre është pika ku fillon gjithçka. Tani, me një ankesë zyrtare në tavolinë, detyra e burimeve njerëzore bëhet një mision vërtet delikat. Si ta ndash perceptimin nga realiteti? Si ta gjesh të vërtetën në një det fjalësh? Për momentin, është thjesht fjala e njërit kundër fjalës së tjetrit. Po prisni pak, se historia bëhet edhe më errët. Gjatë intervistës zyrtare, Mateo nuk flet më thjesht për poshtirim. Jo, ai tani pretendon diçka shumë më serioze, sabotim të qëllimshëm. Fjalët e tij po pikturojnë një tablo ku Elsa po punon aktivisht për ta bërë atë të dështojë. Mirë, po provat. Çfarë solli Mateo në tryezë për të mbështetur këtë akuzë? Këto dy mesazhe nga Slacku. Shikojeni me kujdes. A shihni këtu ndonjë fyerje? A shihni ndonjë shenjë sabotimi? Apo thjesht komente teknike të drejtë për drejta pas bukurime? Ky është momenti ku interpretimi fillon të luajë një rol kryesor. Dhe kjo na sjell në zemrën e gjithë këtij misteri. A është komunikimi direkt i barabartë me poshtrimin? A mundet që një feedback profesional, ndonse i prerë, të shndërrohet në një sulm personal brenda mendjes së dikujt? Këtu, pikërisht këtu, qëndron gjithçka. Kur burimet njerëzore fillojnë të flasin me kolegët e tjerë, tabloja bëhet kristale qartë. Të gjithë e përshkruajnë Elsën si direkte, por absolutisht profesionale. Dhe pothuajse të gjithë përmendin se Mateo ka një tendencë t'i marrë gjërat shumë personalisht dhe t'i egzagjerojë pak. Dhe më e rëndësishmja, asnjë dëshmitar i vetëm nuk e mbështet historinë e tij. Pas ditësh të tëra intervistash dhe analizash, hetimi arrin në momente në së vërtetës. Ekipi burimeve njerëzore i ka mbledhur të gjitha pjesët e puzzle-it. Verdikti final është gati për t'u dhënë. Dhe përfundimi është absolutisht i paekuivok. Pasi i shqyrtuan çdo mesazh, çdo email, çdo rresht kodi, nuk gjetën asnjë provë të vetme për të mbështetur akuzat e Mateos. Asnjë. Komunikimet ishin profesionale. Sabotimi nuk kishte ndodhur kurrë. Pra, akuza ishte e reme, por kjo ngre një pyetje shumë më të thellë. Nëse Elsa nuk ishte fajtore, atëherë kush ishte? Përgjigjja është befasuese. Fajtori nuk ishte një person, por një mekanizëm i fshehur thellë brenda mendjes sonë. Ky fajtor i padukshëm njihet si tendenca e mospëlqimit. Është një paragjykim kognitiv, një lloj rruge të shkurtër që merr mendja jon dhe që shpesh na çon në gabime. Kur nuk na pëlqen dikush, tryri jon fillon të kërkojë në mënyrë aktive për të metat e tij, t'i egzagjerojë veprimet negative dhe t'i injorojë plotësisht gjërat pozitive. Mateo në fakt nuk po gënjente, ai po shihte një realitet të ndërtuar dhe shtrembëruar nga ky paragjykim. Mirë, tani le ta zbërthejmë saktësisht se si ky mekanizëm psikologjik mori kontrollin dhe e shndroi një marrëdhënie pune paksa të vështirë në një akuzë kaq shkatruese. Dhe kjo tabel e tregon hendekun në mënyrë perfekte. Shikoni në të majt, realiteti, një komunikim profesional, direkt. Tani shikoni në të djartë, perceptimi i Mateos. Një ton direkt u bë armiqësi, një korrigjim teknik u bë sabotim, një kërkesë për të shpejtuar u bë sulm personal. Mendja e tij po përkthente çdo ndërveprim neutral në skenarin më të keq të mundshëm.
E gjithë kjo nuk ishte një shpërthim i papritur. Ishte një proces me 4 hapa, si një efekt domino. Së pari, kishte një mospëlqim fillestar. Ky mospëlqim krijoi një filtr negativ, që e bënte të shihte gjithçka me sy të keq. Pastaj, ndjenjat e tij negative kërkonin justifikim, kështu që ai filloi të kërkonte prova për të konfirmuar atë që ndjente. Dhe në fund, ai ndërtoi një histori të plotë, një narrativ ku ai ishte viktima dhe ajo ishte agresorja. Po kjo histori nuk është vetëm për Elsën dhe Mateon. Jo, është një pasqyrë për secilin prej nesh. Na tregon se sa lehtë mund të bijmë pre e perceptimeve tona dhe sa rrezikshme mund të jetë kjo, veçanërisht në një ambient pune. Atëherë, si mund të mbrohemi nga ky kurth i mendjes? Çelësi është vetdia. Të mësojmë të ndalemi për një moment dhe të pyesim veten, apo reagojnë ndaj një fakti objektiv, apo ndaj interpretimit tim emocional të atij fakti. Të kuptojmë se komunikimi direkt nuk është domosdoshmërisht abuzim, dhe mbi gjitha të jemi të vetëdijshëm se antipatitë tona mund ta shtrembrojnë krejtësisht gjykimin ton. Dhe kjo na lë me një sfidë përfundimtare për të gjithë ne. Duke ditur se sa e lehtë është të bijmë pre e këtij paragjykimi, si mund ta trajnojmë veten për të ndërtuar një lloj muskuli mendor që na lejon të marrim kritikat në mënyrë konstruktive, pa i kthyer ato menjëherë në sulme personale. Kjo, ndoshta, është një nga aftësitë më të rëndësishme që mund të zhvillojmë.